Pashtë nuk janë vetëm ringjallja e Krishtit. Janë ringjallja e çdo njeriu që ka kaluar në përvësirë dhe ka gjetë forcë me vazhdu. Ka vende bosh në zemrat tona, njerëz që nuk i kena më në tavolinë, por që jetojnë në çdo lutje që bëjmë sot. Pashtë nuk na premtojnë një jetë pa vujtje, na mësojnë me jetu me to, na mësojnë që edhe kur bie mund ngrihemi, edhe kur thyhemi mund të rindërtohemi. Ka lot që nuk i ka pas kush, ka betejë që i kemi luftu vetëm, por drita nuk vjen për ata që nuk janë rrezuar. Drita vjen për ata që janë ngrit në heshtje, pa bërë zhurmë, pa kërkuar dora tërhiqje. Dhe në fund, mrekullia më e madhe nuk është mos me vujt, por mos me humbur shpresën. Zoti nuk na shpëton gjithmonë nga dhimbja, por na jep forcë me majt misukën. Gëzuar Pashkët me paqen në shpirt, me dritë zemër dhe me forcën për me vazhdu edhe kur duket e pamundur. Pashtë nuk janë vetëm ringjallja e Krishtit. Janë ringjallja e çdo njeriu që ka kaluar në përvësirë dhe ka gjetë forcë me vazhdu. Ka vende bosh në zemrat tona, njerëz që nuk i kena më në tavolinë, por që jetojnë në çdo lutje që bëjmë sot. Pashtë nuk na premtojnë një jetë pa vujtje, na mësojnë me jetu me to, na mësojnë që edhe kur bie mund ngrihemi, edhe kur thyhemi mund të rindërtohemi. Ka lot që nuk i ka pas kush, ka betejë që i kemi luftu vetëm, por drita nuk vjen për ata që nuk janë rrezuar. Drita vjen për ata që janë ngrit në heshtje, pa bërë zhurmë, pa kërkuar dora tërhiqje. Dhe në fund, mrekullia më e madhe nuk është mos me vujt, por mos me humbur shpresën. Zoti nuk na shpëton gjithmonë nga dhimbja, por na jep forcë me majt misukën. Gëzuar Pashkët me paqen në shpirt, me dritë zemër dhe me forcën për me vazhdu edhe kur duket e pamundur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.